Policia e Lushnjës ka gjetur armëzjarri në një lokal të mbushur me të rinj, duke parandaluar një situatë që mund të kishte përfunduar me pasoja të rënda. Sipas njoftimit zyrtar, shërbimet e policisë ndërhynë në një bar kafe në lagjen Xhevdet në Pravishta, pas informacioneve operative se një shtetas lëvizte i armatosur në qytet. Gjatë kontrollit, efektivët gjetën një pistolet me municion luftarak të fshehur në xhepin e një xhupi të lënë mbi një karrige, pranë tavolinës ku ndodheshin disa të rinj. Nga veprimet hetimore, rezultoi se arma i përkiste shtetasit MS, 21 vjeç, banues në Lushnjë, i cili ishte larguar pak minuta para ndërhyrjes dhe është shpallur në kërkim. Ndërkohë 5 të rinj që ndodheshin në të njëjtën tavolinë, EK, SSH, GM, HT dhe LS, u arrestuan për veprën penale mos kallëzimi krimit, pasi nuk treguan pronësinë e armës dhe penguan veprimet e policisë. Gjatë kontrollit në banesën e 21 vjeçarit u gjet dhe municioni luftarak, duke forcuar dyshimet për armbajtje pa leje. Në cilësinë e provës materiale, policia sekuestroi armën e zjarrit, municionin luftarak, një automjet dhe 5 celular. Materialet janë referuar prokurorisë, ndërsa vijon puna për kapjen e të riut në kërkim.